Sot është 2 vjetor i daljes së Lëvizjes së Çarnit, është më tepër si manifestim, kështu, por edhe shfrytëzojmë edhe për koordinim, punë më të tjeshme, edhe po s'po di, me sfidat të cilat jetojmë dhe problemet që i kemi si shoqëri, si shtet dhe si kom, kemi provu bukur mirë të avancojmë dhe të mbrojmë vlerat kombëtare, se një asgjë tjetër vetëm mbrojmë dhe avancojmë vlerat kombëtare në bashkëpunim me civilizimin evropian, të cilat na janë rreziku, dhe kështu që po shpresojmë që edhe politika do të kthjellet, do të stabilizohemi, se kemi probleme shumë edhe me politikën, domethënë nuk kemi institucione kredibile, nuk kemi. Kështu që jemi në situatë jo të volitshme, po vedia kombëtare gjithmonë, edhe kështu që sot kanë ardhur gjithë adhëtarë, dhe kështu që do të koordinohemi, do të takohemi dhe shpresojmë për ditë më të mira. Sot shihet që është një numër më i madh. Çka një vit daljes në skenë? Pas daljes një vjeçare, 365 ditë në skenë. 2 vjeçare. 2 vjeçare, po. Po çiço, ne duhet jemi të kujdesshëm. Është temë sfiduese, është komplekse. Shumë njerëz që duhet ta kuptojnë ende se kanë kuptuar qëllimin. Domethënë që Cili është qëllimi? Qëllimi është kështu. Kjo është rezultat. Këto dalja e Lëvizjes së Çarnit dhe gjitha shoqata dhe organizata të tjera që kanë lidh, janë pasojë asaj që politika çaloi. Këto janë detyrat shtetit, janë detyrat institucioneve, janë detyrat institucione të cilat duhet i kryejnë, që mos për shkollat jetë shkollë, policia polici, qytetaria, rregullat, ligjit zbatohet. Na u kanë përzit gjitha, kanë hyrë. Unë kam shumë mirë të thonë këto, që askush nuk e ka thonë deri sot këto që ka thu ti, sepse gjithherë kanë thonë e lam islamin e po shkojnë ka krishterizmi, ose nuk pojnë as krishterizëm do të thonë. Tash ti pe thu do një rregull shumë më të qartë. Faleminderit për shiqoni. Ne spari duhet të edukojmë rinin tonë të jemi njerëz. Pas më spari njeri. Kur je njeri i edukuar, njeri i mirë, do të bosh edhe djalë i mirë, kyçi i mirë, nxënës i mirë, advetar i mirë, gjitha. Kështu që besimet janë çështje private. Ne duhet ta rregullojmë shtetin. Duhet funksionojë shteti mirë, të edukojmë rinin tonë ta dujnë atë dheun. T'ja ndërtojmë atë dheun, t'ja bëjmë atraktiv, t'ja bëjmë atë dheun që ata të rrinë në atë dheun e vet. Nuk është fjala, nuk ka met kot e bukur e dheut, ku pështi Perëndis quhet Shqipëria jonë. 20% e njerëzve këtu po duket që janë advetar. Bashkë advetar. Shumica pjesa dërmues janë me të kaluar advetare, njerëz të vujtur nga jeta, nga pasojat e pushtuese, dhe kështu që u detyruan prap dalin në skenë dhe t'i mbrojnë vlerat kombëtare të cilat na janë cenu. Janë me skenar të porositur nga qarqet që nuk ja dojnë të mirën të i vendit. Nuk ja dojnë të mirën të i vendit. Janë qarqet porositura, cilat e shfrytëzojnë edhe varfrinë tonë që kemi këtu, edhe kështu që ju faleminderit se tani po. Faleminderit që ishe pjesë e jona.